Rasti i kësaj bisede është një studim i gjatë, të cilën ti e ke udhëheq me 6.000 respondent në Ballkanin Perëndimor për gjeneratën Z, si quhet Gen Z, siç ndihet gjithandaj botës. Fjala është për ata që kanë lindur në vitin 1997 dhe deri me 2012. Pra është gjenerat e veçantë. Çka është e veçantë e kësaj gjenerate? Gjenerata Z ka shumë të veçanta, ndoshta po t'i pyesnim gjeneratën Z do thonin që kanë edhe më shumë gjëra të veçanta, po ideja ishte unë pata parë disa publikime në nivelin global, ku shihej që gjenerata Z në aspektin politik edhe shoqëror po ndryshon të shumë, sidomos meshkujt. Do më thënë, ka vajza që po hecin dhe po bën më progresive në aspektin politik, votojnë për parti të majta ose të gjelbërta, kurse meshkujt kanë filluar që t'jenë më konservator bile edhe se prindrit e tyre ose gjeneratat e mëhershme. Fjala është për Ballkanin Perëndimor. Kjo është për globalen. Për globalen. Okay. E tash ideja ishte të shohim se në Kosovë, në Ballkan, a është e njëjta tendencë, si e shohin gjeneratat zë politikën, si e shohin shoqërinë, edhe çfarë mundet, se ne si ulëmtues kemi qef ta shohim edhe të ardhmen pak, po çfarë mund të na tregojë gjithë kjo për të ardhmen. Gjenerata Z në Ballkan është një gjenerat shumë optimiste dhe me shumë shpresë. Kjo është ndoshta gjetja më specifike për mua në aspektin që nuk e prisja, sepse e kemi këtë tendencën, po edhe në fakt po e hapëm tani telefonin, me njëherë do bijem në depresion, sepse ka aq shumë lajme edhe asnjëherë as na duken e mirë. Por tradicionalisht këto në sondazhet botërore, Kosova për shembull del gjithmonë optimiste. Gjithmonë, po. Edhe tërheqet edhe këta të tjerë. Edhe në fakt këtu është edhe Kosova është gjatë gjithë pyetësorit është më optimistja, më me shpresë, e shef të ardhmen në BE shumë më shumë për shembull edhe se Shqipëria ose Malizi, që është e çuditshme. Kështu që janë shumë optimist, kanë edhe shumë shpresë për të ardhmen. E shkon edhe me mungesë njohurie. Nuk do doja të supozoj. Sepse mirë, unë gjithmonë kam thënë deri në moshën 30 vjeçare kam obligim që t'jem optimiste, mbas moshës 30 vjeçare duhet ta zgjedhi, a do jem apo s'do jem. Kështu që ndoshta është zgjedhje. Okay. Por në këtë rast kanë edhe një shpresë që gjëra do shkojnë përpara, që është gjë e mirë. Kjo edhe në nivelin global po ashtu del, se në fakt rinia është pak më optimiste. Por pastaj, kur zbresim një nivel më poshtë, e shohim që në fakt ka edhe shumë skepticizëm, ka edhe shumë frustrim. Për shembull, kur vjen fjalat e politikë, se projekti ishte më shumë për të parë realitetet politike, kur vjen fjala për politik, nuk kanë shumë interes në politikë. E kemi pasur pyetjen për shembull, sa të interesuar jeni në politikë. Aty është domethënë e vërejta një paradoks. Kemi të bëjmë me një gjenerat e cila gati 80% i beson demokracisë dhe vlerave demokracisë, dhe është ndoshta gjenerata e parë e cila është rrit në demokraci, por nga ana tjetër ndonë se është e përkushtuar për demokraci, thotë unë nuk përfshihem. Po jo? Kjo është në fakt paradoksi që mua më çmend personalisht pak, se edhe kur i shifja të dhënat, ka shumë paradokse në fakt, e ndoshta është gjenerat paradoksesh, mund të themi si definim, se për shembull, siç thatë, ka një besim në demokraci, sidomos në aspektin e Ballkanit Perëndimor, ndoshta Gen Z është edhe më e veçantë, për shkak se pikërisht rritet në një sistem të ri plotësisht që nga zeroja, që nga fillimi pothuajse. Edhe në këtë aspekt mund ta testojmë si po na funksionon politika, si po na funksionojnë institucionet. Edhe në këtë aspekt ndoshta kemi shumë për të dëshiruar edhe për të punuar, sepse kanë domethënë këtë interesin, e shohin demokracinë si procesin ndoshta edhe i vetmi, te alternativa që do kishin zgjedhur teknokracia po ashtu figuron lart, domethënë është një preferencë për një qeverisje të mirëfillt dhe efektive në atë aspekt, por nga ana tjetër është ky aspekti që
s'dua të përfshihem, nuk dua të jem pjesë. Kur kemi bërë fokus grupet, në këtë pyetje hyrën pak më brenda, sepse ishte shumë specifike fakti që edhe nuk donin të përgjigjeshin respondentët në pyetjet politike. Na tregonin nga tereni që shpesh herë te pyetjet politike kanë thënë kaloni. Domethënë kalojani këto se s'dua të përgjigjem te këto. Kështu që në fokus grupe u fokusuam pak më shumë bashkë te kjo pjesë, edhe pam që nuk është që s'janë të interesuar, nuk është që s'kan informata për shembull, por është ndihen shumë sikur iluzionet që kam pasur nuk po takohen. Më interesante është që ke edhe njerëz se kemi pasur nga 16 deri me 18 vjet, edhe ata e kanë një lodhje. Edhe them unë nga vjen kjo lodhje kur ti je 16 vjet, akoma se ke parë, domethënë ku mund shkoj politika, edhe thonin jemi lodhur ne me këtë. Kështu që i bie që edhe në familje është ndoshta edhe një narrative lodhjes me këtë sistem, po është edhe ky aspekti që nuk e shohin shumë veten në politik, ose sikur angazhimi i tyre s'do të thonë që do ishte me ndikim. Por kjo është në kundërshtim me ky paradoksi brendshëm zgjerohet. Si mund të jesh ti i dedikuar, i përkushtuar për demokraci në Shqipëri për shembull, ose në Serbi, dhe në të njëjtën kohë ki erozion të demokracisë, ki rritje të autoritarizmit, rritje të korrupsionit, rritje të manipulimit të paras publike.